Realisht në përditshmëri na ndodh që të marrëm ose të furnizohemi për shtëpinë tonë, për biznesin tonë me gjëra ushqimore, me gjëra tjera që kanë dyqane të ndryshme, sepse kundërvajtjet edhe veprat penale kanë të bëjnë me një gamë të gjerë të veprimeve, të cilat bizneset i bëjnë. Dhe këto veprimtari nganjëherë ndoshta me qëllim, ndoshta edhe pa qëllim i bajnë disa shkelje të cilat konsumatorët nuk janë të vëdishëm. Së pari, ndoshta si shkelje mund me thonë që nuk ja kthejnë kusurin aq sa duhet. Ndoshta çmimet i lajnë për shembull 1.99 edhe çat centin e fundit nuk ja kthejnë. Por nëse bëhen për shembull shumë artikuj që shiten në atë mënyrë, biznesi përfiton më shumëti. Por ka edhe shkelje të tjera sa i përket zbritjeve, sa i përket cilësisë, sa i përket emërtimeve, të cilat këtu gabime edhe penalizohen edhe me kundërvajtje, por në rast se ka qëllim edhe të mashtrimit penalizohen apo hynë në domenin penal, të cilat janë edhe vepra penale. Kështu që në përditshmërinë tonë ndodh shpesh të hasum këto gabime që i bëjnë bizneset në raport me konsumatorët. Unë e di që na si popull, sigurisht që një pjesë bukur e madhe fajit qëndron të vetë na, konsumatorët. Jo rallëherë na vjen me dëgjuhet vreset për 10 cent nuk bëhet nami. Nuk po kthejna për 10 cent ose për 5 cent se po më kushton me kohë. Deri te ekstremi që nëse ti lufton një padrejtësi të arta, kthehen krejt mbrapa dhe të shikojnë me një pamje të çuditshme në kuptimin që qysh nuk po të vjen marrë, më na vonu gjithve për 1 euro ose për 50 cent. Domethënë ashta kjo mendësi po ndikon që marketet për herë më shumë me pas të lirë terrenin edhe me vepru me neve ndoshta qysh të dojnë. Në këtë raport mendoj se janë dy gjëra të mira. Nëse na vëdësohëm edhe i kërkojmë të drejtat tona te marketi, e kërkojmë drejtën tonë edhe mbulohem për ata që e na shkel, dhe në dy vëdësojmë edhe shitsin. Domethënë këtu janë dy drejta, një e përmbushëm të drejtën tonë, e kërkojmë atë pjesë, dhe dy e vëdësojmë shitsin lidhje me konsumatorët, edhe me neve, po edhe me konsumatorët tjerë. Për shkak se ky mosbesimi që është krijuar prej blerësve tek shitësit, të gjithëve ndoshta na bën që kur të shkojnë në shtëpi të kqyrëm fakturat, sepse ana kanë vjedh diçka, a ka qenë çmimi i zbritjes, siç ka qenë në raftet të caktuara, dhe këto i vrejmë pasi të shkojnë në shtëpi, por nganjëherë mund të jetë edhe vonë.